gratë shqiptare është kënaqësi të shoh se si mblidhen dhe organizojnë këtë event për mirënjohje dhe më tepër njohuri për kancerin e gjirit dhe muajin e kancerit. Sepse femrat janë femra, janë nëna, janë gjyshe, janë motra, dhe sidomos kanë rolin më kryesor dhe më të madh në shoqërinë e mbar popullit, mbar botës. Një falënderim të veçantë për Ariolën, Adën, Olën, edhe Idën. Jam e lumtur që jam këtu dhe mirë se u gjeta. U informova nga grupi i Albanian Women in the USA në Facebook dhe pata fatin që të ftohesha si profesioniste për shëndetin mendor. Më bëhet shumë qefi në fakt për këto mbledhje të komunitetit, është gjë shumë e mirë, sepse janë evente që sjellin bashkë gratë, jo vetëm për t'u informuar nga ana shkencore, mjekësore, por edhe për t'i dhënë suport njëra tjetrës. Ne kemi pasur shoqe që kemi humbur, kanë humburitën nga kjo sëmundje, even though luftuan shumë, nuk ja dolën. Atëherë çdo vit neve kemi të ftuar gratë të cilat e kanë kaluar, tani gëzojnë shëndet të plot dhe gjithmonë vinë për të suportuar. Way to recognize the effort you put into putting this together. Thank you. Thank you for having me.